Më shumë se 15.000 maturantë sot realizuan provimin e parë ekstern nga matura shtetërore, gjuhamtare dhe letërsi. Provimi është i detyrueshëm për të gjithë nxënësit. 9.969 maturantë do t'i nënshtrohen provimit në gjuhën maqedonase, 4.339 maturantë në gjuhën shqipe, 292 në gjuhën turke dhe 10 maturantë në gjuhën serbe. Sipas qendrës shtetërore të provimeve, gjithsej janë paraqitur 15.004 kandidat, prej të cilëve shumica nga shkollat profesionale, gjimnazet dhe shkollat e artit. Në gjimnazin e Tetovës Kiril Pejqinović, matura shtetërore ka filluar në kohë dhe është zhvilluar pa probleme. Te ne ka fillu testimi në kohën, fiks në orat 10, bile edhe me zile ka fillu normalisht. Numri i nxënësve gjithsejt është maturantët që testohen këtë vit në gjuhën shqipe është 275 nxënës maturant në gjuhën shqipe dhe 18 janë në gjuhën maqedone, do thotë janë 293 maturant. Ne kemi gjithsejt 21 grupe nga 15 nxënës, edhe secili grup ka testatorin e vet. Ata mund të ju e shpreh atyne, megjithatë ata nuk janë kompetent për dhënë vlerësimin e problemeve. Unë besoj se ka përfundimi i testimit ata mund t'i shprehin ato pakënaqësitë ose nëse ka ndonjë gabim testis edhe këto kanë ditë edhe të ndodhin. Ministria e Arsimit dhe Shkencës në ditën e zhvillimit të provimit ekstern të maturantëve deklaroi se këtë vit pret rezultate më objektive në krahasim me vitet e kaluara. Provimi i ardhshëm ekstern, i cili është me zgjedhje, do të mbahet më 11 qershor. Shumica e nxënësve do të japin provim nga gjuha angleze, ndërsa të tjerët janë paraqitur për matematik, gjuhë gjermane, frënge, filozofi dhe lëndë të tjera. Maturantët, të cilët nuk e kalojnë provimin, do të kenë mundësi që në sesionin e gushtit të hyjnë sërish në provim.